detaj, se talentari Interit ishte Dora. Se ta mjesër ta, se du ta morën kampionatin shumë. Dhe një gjeshe të në një mos marrë pjesë sa të rritë shurë, ju. Newcastle, Atletico Madrid, Leverkusen dhe Bodoglin janë 4 skuadrat e para që sigurojnë kalimin drejt fazës së 1/8. Ne jemi sërish së bashku në studio Champions League, tashmë për të folur për fitoret dhe kualifikimin e Bodoglinit. Të nisim me njëherë diskutimin bashkë, Shamete. Po është nga një leksion nordik, ku mendoj që ka kaluar disa sprova këtë skuadër, patëm të gjeshtë atyre dhe të ka dhënë sprovë të vështirë në Romën dhe i ka dhënë leksion në Conference League mund të bëjë gjeshtë në mirë. Si bjetë Manchester City në Real Madrid dhe tashmë në 101 minuta besoj që nuk i dha mundësi asnjëri Interit që tregonte Inter. Besoj që është skuadër e mirë menaxhuar dhe një skuadër që në këndvështrimin tim nuk është më super. Kurse në krau tjetër kemi skuadër që na ka mësuar gjithmonë që të gjej shumë rrugë dhe të ndryshme në mënyrë se si ata e zbatojnë apo e bëjnë manovrën sulmuese, por sot ndoshta edhe për merit të Bodoglin u tregua një skuadër pa ide, e pa qartë dhe pa fantazi, dhe sidomos në fazën mbrojtëse jo vetëm që moment në aspektet e ndërhyrjeve, gjë që mirë ta avantazhi Interit, tek pjesa e faulleve, ishte shumë e qartë atë që bënte dhe bëri që Interi pastaj të arrinte tek gabimi individual i Akanshit, sepse çdo minutë që kalonte thash pjesa psikologjike ishte në ngarkesë të Interit, jo të botës. Gjë që e bënte të ishte entuziazëm nga minuti në minutë. Kështu që Interi sot hasin një skuadër me vërtet për te të gjitha cilësive që ka këtë skuadër, hasin në një mentalitet që nuk do e donte sot kundërshtar. Në atë mentalitet që e ka skuadra nordike që bëhet shumë e vështirë pas së shumë të zhurruar. Shumë të zhurruar. Se janë shumë të ftohtë në çdo moment të lojës. Nuk ka rënë asnjë në familje, nuk e ndjen atë turistike që sjell stadiumi, që për Interi në nervozizëm në Avokat në veti për mëra të një përse ndeshje të kësuan të në legjenë vërën vërtërën boblinë në San Siro, me dhe një këtë mbrojtë rezultate, po për ta luajtur tërsisht të ndeshje pa frikë fare dhe kështë se shpam, por se pas ka që vetëm në kuadrë në fjallë, por realisht e kanë përgatitur të skit në mënyrën më të mirë të mushmeve dhe shirën për ta fituar edhe nuk të fituar të kualifikim, ashtu se që dohë në parë. Këta ishton, vedem să demin stăria până în dare Medalje ishte kjo, tamam. Ndeshja e katërt që luajn kundër tre skuadra, kundër Interit në Atletico me City, skuadra të fashës së parë të Champions League dhe të Evropës, finalistën e vjetshme, fituesen e përpara viteve, finalistën tjetër, pra dhe kanë 4 fitore rresht, dhe kjo tregon që ata jo vetëm që nuk kishin asnjë problem ambiental në San Siro, që është një stadium që ka mundur ky stadium ka mundur shumë lojtarë, dhe lojtarë që me një mendoheshin shumë të drejtë, por ata fare kësaj qetësisë dhe asaj ndjenjes së detyrës që kanë, sepse ata nuk kanë lojtarë të shkëlqyeshëm nga ana tjetër. Por ata kanë disa aftësi të tjera dhe jeta nuk është në përbërë vetëm nga një lloj aftësie. Kështu që ata me aftësitë të tyre, ata ishin të çuditshëm për faktin që në asnjë moment ata nuk duheshin të rreshtimi i tyre të duhej i prishur, ose ata ishin gjithmonë në pozicionet të tyre, pra sa mund të disciplinuar taktikisht. Lejoj një ndeshje futbolli që është një lojë dinamike, një lojë shumë edhe sot shumë shpejt, gjë që tregon që ata janë njerëz të stërvitur në mënyrë mendoj nuk të shkëlqyer në këtë pjesë dhe njerëz që aplikohen në fushë
imponohen me sa duket dhe Serbia që arrin të nxjerrë pasaj në fushë këtë lloj discipline dhe nga kjo pikpamje ata mundën në futbollin italian në këto për shkak të Interit, për shkak të Interit, për shkak të faktit që Interi për 30 vite ka punuar ka qenë problemi në parë të futbollit italian ka ndodhur degradim, po ku gjitha skuadrat e futbollit italian mund të 3-5 dyshin që e kishin harruar, kishin 20 vjet se kishin parë, dhe sot i ka dhënë edhe një mësim taktik bollën e të kanë treshin e vetë që tregon që nuk ka asnjë dizavantazh. Sot në Serie A goxha 23 kështu Bologna, Sassuolo që mund lozin me këtë rezultat 3-3. Dhe të gjitha lozin me këtë, limitojnë Interi, do të arrijë ta limitojë në Milani që është fundi. Isha parë, por bodo me disiplinën dhe me njohurinë e tyre në lidhje me dorë, se ka janë shumë detale, tregon që ka shumë të mirë. E vërtet. Lëri, për të vazhduar diskutimin për këtë bisedë me të drejtë të gjithë në studio për cilësojmë Bodoglintin si një skuadër vërtet të disiplinuar, se u pa në fushën e vlerë, e mirë organizuar, duhet thënë edhe kjo. E duket edhe sikur atë të ftohtin e Milanos nuk e përballoi dot Interi këtë herë, se herën që shkoi diskutuam shumë shpesh të pjesën e motit dhe të ftohtit, por duket sikur pas ka qenë problemi. Ati ishte ftohtë u bën ngritse. Dhe vërtet. Që u bën ngritse për vetë faktin e rezultatit. Jo, Eva, ne këtu në studio profesor një vend të vogël. Dhe shembulli më i bukur që ka dhënë Bodoglinti sot është që skuadrat e vogla tim kryejnë futboll, kanë mësuar futbollin, janë të gjithë norvegjez. E vërtet. Të gjithë norvegjez. Të jepet edhe shpresë, edhe shpresë, e vërtet. Edhe internet, me këtë të gjithë norvegjez. Dhe një shkrim interesant që më vjen këtu është në përgjithësi psikologjia e tyre është shumë e lartë sepse nuk kanë njerëz nga Afrika, nga Brazili, nga Argentina, në fushën lojë. Janë të gjithë norvegjez, në ftohtsinë e tyre, në mentalitetin e tyre. Më vjen një informacion tjetër që deri më sot kanë marrë 37 milionë euro. Pra do ta lënë atë salmonin ata. Salmoni se lënë ata prandaj mori shumë nga salmoni, kanë pajita se Kur ka rënë pikë i fundit sot, janë arrestuar se duhet vetëm ekipet e mëdha dhe lojtarë me miliona, me qindra miliona të luajnë futboll, futbolli në gjithë. Futbolli është për gjithë. Dhe mbi të gjitha ata kur arritën na durojnë shfaqje kaq bukur, saqë ishte ndeshja e sotme, një futboll i mrekullueshëm që besoj edhe në vitet në vazhdim do ta kujtojmë këtë performancë. Nuk ka marrë ajo kundërshtari tjetër, do jetë si do jetë sportivo. Jo ma të mirë, si e mundi të reveni, shkoj në Dortmund 2-2, që në Dortmund është shumë fushë për tjere. Shkoj në Madrid, mundi Atletico. Shkoj Milano, 2-3. Sa të bëjmë madama, me vërtet. Mirë, e mbyllim këtu, do të vazhdojmë diskutimin pas pak, por si fillim pak publicitet dhe rikthehemi në highlights. Duhet shpërthejmë, Jemi me rrjet. ka shpërthyer rrjet. Na shumë të gjitha këto në Milani. Ja, nani se vada, Mos na shoh të pozërish nada. janë ftohtë të shtishën. Šta çojti? Jude? Jude. Edhe nuk jude më këtë. Ma çojti. Salmoni më thotë, se salmoni ata ka po am pesh. Po, mi Mirë ka ti, thonë si të dia Edhe ata. më në detaj. Nëse janë puna ata. Po mos ta kam i thonë se të sjell një. Do të darë se tamam. Do më detaj, sa ka morë në i gjithë se ka morë në neshë. Nuk e kam të dhe një Edhe pa të zlu fare. Ty do të thuj avokatit, të shikoj me kujdes në mënitet të Dortmundit nesër në Meça. Meça. Ka para avokat. Prit, është me skushori top 3 në Europë. Ka 9 Gjermani, Ai super lezat. është më i mirë në Gjermani momentalisht e kërkoj 80 milion në Angli. Grina dhe në ligës. Ha? E grina në ligës. Është pak me ka makinozo që kanë italianët që më gjatë shumë. O, Angli është antarë botë të Dortmundit. Super lezat. Vërre, Angli një gjithë për vërtëme. E ka 9 në Gjermani.
Është lojtari domët fare. Në atë rëzimi, Bravo, është lojtari domët. E ka humbur dhe atë armë që ka pasur që vraponte shkelte fushën shumë edhe atë. Kush arbitri? Data jo, Një verë. Gati, e Gjono. ti mua data. Ka të fotografisë. Po, dy do daj. Dhe të po pas. Gati. Rikthehemi sërish në studio Champions League, tashmë për të vazhduar diskutimin me të ftuarit tanë, për të fokusuar pak më gjatë tek dy episode në fakt, mjaft interesante, nuk e di nëse ka vend për diskutim edhe në studio. Do ta nisim me njëherë me momentin e parë, ja ku e kemi edhe rastin e parë që mund ta diskutojmë. Në fakt, është pretenduar për një top me dorë, por nuk e di se sa ka vend për diskutim, ë? Po e lëm avokatin për flasim. ne falenderojmë redaksinë. Që redaksia në vërtet se njerëzit do ta dinë që ne kemi edhe një redaksi jashtëzakonse që arrin të bëjë komisione. Por ka edhe një diferencë, domethënë arbitroni si ishte emri në vit. Spanjol. Spanjol, Hernandez dhe nuk arbitron me La Pena, domethënë. Edhe episodi tjetër nuk e di se do ta hiqi fare se sot ka qenë një ndeshje Shumë e mirë. e jashtëzakonse. Një ndeshje, domethënë leksion dhe për arbitrim. Ta heqin minutët që pandemi, ta heqin të episodin e dytë. Fale, mos ta shohim, ë? E shohim edhe ndërhyrjen ndaj Barelës. Edhe këtu për të vërtetën. Ka një simulim nga Barela. Është simulim. Kjo është një pjesë nga arfysi. Është Gabaleti. është simulim i Barela. Kjo është një skandal. Po që ata janë mësuar ndryshe dhe duke dhe da ndeshje që ata shkonin të arbitrit dhe i kristin për një futbol tjetër. Për futbolin, se ta Gjava që ka pas shumë faulla ndeshja. Se Gjava e krahason nga ato ndeshje ku ka faulla që janë artificiale. Ka pas pak ndeshje, ka pas pak faulla. Sot është duhet në futbol normal. Me që jemi këras. Nuk nga rritëm edhe në satajnë e arbitrit. Me që jemi Tek kartoni verdi. me që jemi regjena i servirë këtë. Po. Tani nuk e se bëm të simulime, sepse është dhe varë. Varë kush është dhe vari. Varë në varë kush është, kupton se Se pa më ndu. I kemi pa që janë dhënë deri. Të dy mendojnë që arbitrat janë Diferenca, ky sport nuk mund të luhet pa arbitër. Dhe arbitrat do të jenë pjesë e besimit në të gjitha nivelet e futbollit. asgjë në jetë nuk duhet pa arbitra. Asgjë nuk duhet dhe mbi të gjitha ky Ide në profesioni jonë është vetëm arbitra. Por, ky për shembull, ky gjest që bën lojtari, është një gjest që bëhet enkas për ta bën arbitrin me Mirë, gabim. gjithsesi ja, mund të shkojnë në karton të verdh për simulim, Duhet për të tjetë, ndotur. Okej. vjetë në këtë fazë, Është dhënë. jo, vjetë në këtë fazë, lojtari Milanit, duke që të Hernandez bën një simulim shumë të shkuar, po si dhe arbitri, ai arbitri Francez. jo francez, ai Qerosi. Nuk ta them se ai Qerosi, janë Qeros dhe vetë. Nuk duket Polak, Martinjak. Marcinjak? Ose s'ka në gjithë. Ai dha një karton të dytë të verdh, ai dha një karton të dytë të verdh dhe e nxori me karton të kuq. Sepse Teo Hernandez vjet ose Barela në këtë sjellje është diçka në sport. Është puna kësaj që ne duam shikojmë, ne duam shikojmë gradë, duam shikojmë për ballë. Ti vjen në mënyrë natyrale. Po s'është normale kjo. Është normale apo s'është normale, por vjen në mënyrë natyrale. Një sportist ti ke qenë ke luajtur Është gjë, tjetër. një sportist nuk duhet të ketë këtë Apo problem. e shikon me luk se ky veprim është një lojtar tjetër. Jo, më kanë Rasti thënë është se një ishte rast një tjetër. Për të Hernandez, është e filluar. Ai ka dhënë ka i Unë kam vetë të shqiptarë që kanë thënë se Teo Hernandez dhe i vazhdoi që ndrojë dhe për këtë të Barelës nuk ka një sensibilitet për për atë të Teos nga ardhur vërtet keq, e parë që një lojtar i skuadrës për cilën mund. edhe ai një veritar. Dhe ai një lojtar bën një gjest kaq të mundet. Ky është kundër sportit. Në fund fare, vërtet ne kemi një skuadër që na pëlqen më shumë se të tjerat. Po të shohim një garë sportive që prishet, s'ka kuptim. Çfarë të rrim ta shohim kot.
nuk e bëri punë tjetër, nëse gara fish. Që këto gjeste janë shumë. Okej, për ta rikujtuar edhe një herë se çfarë ndodhi gjatë mbrëmjes së sotme, do të ndjekim me një herë highlights, momentet më të mira në të gjithë golat e mbrëmjes. Ndjekim. Nuk e dashtë të vitë në kokë. I kam mirë refleksës. Që të ndrojë. E kam vërë mirë. E kam vërë mirë. Jo. Nuk pat incident. Edhe në takimin e një javë më parë në Belgjik. Në të vetë që në pak qaste pas gullit të shëruar nga Ordonja si Kja Brush pak. Që vë rasti. Në vitit të vëdini Arnoni të zvarë nga gosë një skemë që vetuar mirë, por jo për shkëtëzuar ashtu si që ishte planifikuar nga letarët e Jose e Luis me Dini Barë. Në 15 do vite tjetër shansë për misht për Jetson Martins. Në vitë mba të bëtiste një zonë në fetë vështirë edhe se mbuloj nga në shatë sotas. Në 7-2, vinte të përci me kosit pasitja dhe të sogas ishte nga distanca ishte nga buar, ma nga e Andre Ka fort. Nga i spanjoli rast një hafte Jute forza? Lorenzo Sicchioni provò të shifot me distanca e tjaftë kërse në seriosisht kuadratin e refusa në pa një shkua Gjermane që në këta rëmësë që kërstu një minutë në pa më të shtansë të mirë me Patrick Schick, i cili për balë portierit nuk e të të realizoj të vëndarë nga e Kërgjam të rësërës në Bekosis Polakis 2-0 në rëkusë kështu kvalifikuar. Surpriza e madhe, fazës playoff për parë, ka qënë Gjafe, kujta bëri ky Patrick Schick atërë 2021 atë bolin direkt Evropian, Çekia. Mamën, si gol? Andë si fushën në së që mori kështu ja fundi vajti paratër. Bashkë më kemi qenë në pas të stoj Nuk e mori vetë. se ishte mirë. Nuk e mori vetë. Kjo ka Ferraro e Rakanjit, që mbjofer ka shqyfer do po jesë ja zonë e të fundaj për vikend. E ore Didrik Blober, por se ka parë të shkante në Spenrave, që në mundë në boshatistor është ishte shumë tjeshtë të realizuar. Dhe në avantajë në shumë Po, ishtë pa për ti me të i ka.
Dhe shumë panela. Shfrytëzon këtë kundërshtorje, pasi Saki Hagen dhe goli i realizuar nga Hako Emja. Me Skocin. Me Skocin. Fishuar avantazhin E majmë në goli. Ishte në formë shumë ai. Newcastle triumfon në shtëpi 3-2 nga Strandës dhe Karabakh dhe përmbush zyrtarisht finalistën që në ndeshjen e parë ishte në 4 Sandro Tonali që do të realizonte në Kushaj. Depini që shatë të bravo. Nuk e shova të. Realisën e lojës, Karabakh do të jetë tjetër shansë në shtarve dhe të maksimalizarë në vezve me Bakë që shërbeu si bje, e shërbeu Ai doli të sonë të shërbeu të homën e gjithë të të homën. Nuk për sport këtë. shifra që shkuon në Fija pjesës së dytë pas në vite reagimi Karabakh për fillimisht në kazën të kishe kësëri rastë Karabakh do që atë rastë që bashkë serios për pjesës parë të të në duzënja të do ditja e të la si në kamio dura në të dalin nga në shtuar shifrat në gjithçka, por të minimum në zeste edhe rezerve, sepse në ditë nga këmë të rikje, janë të rikje shërbeu të zvetë këma, i cili këtë sakë, në avantajën e difisht për skuadrën angleze. Në 57, Karabakh pati këtë shansë në anë të Jankovic nga pika varë penaltis, por tentativa e tij do të ndale derisa topi fyra nga portieri do të shkonte drejt Xhafar Kujev që njësoj si ndeshjen e parë do gjente rrugën e rjetës, që ishte shumë pak. Për ndryshuar fatin e kësaj sfide e në fatin e kualifikimit me Newcastle, që kështu bashkohet skuadrës së Atleticos së Madridit. Leverkusenit dhe Bodo Glimt drejt fazës së 1/8. Plot 15 gola shënuar mes skuadrave në kualifikimin, ndërkohë që dhe nesër me do të pësëm dhe 4 ekipet e fundit që i bashkohen 16 më të mirëve të kontinentit. Kera i kina një dy prapë. Një ndeshje për para 6 ndeshjes, ajo ka ndodhur në nëntor. Sot vitin e kaluar. Që si kina një dy atë. Shë ke to, për qatë ndeshje sot me qatë to? Vite thurë e... Qatë? Nësa kësja to të toja. Dhe më tiri thu ishte një brëmë keqe për ne të shtuam hullum. Me Liverpoolin, a e ka vale të belëshin që siste, dhe do merë një pika kësë morën 0, dhe prandaj nuk dolëm ke teqja
Numeruar, fare. Zajeđena da, zajeđena to je. Kibi. Vjerë zajeđena Ka mamë. që marrë, ka në një kuriku financiare, ka që marrë. Zajeđena. Ka që marrë, që Në një fjalë për kualifikimin e Leverkusenit edhe Eva? Ga rukoje, va shtatua që të kërë na. fjalën magjike. Magjike. Dhe magjia është në qëmë. Që për që për do në kërë në prapë njësë të Po. Se prapë shalë dhe se rizane, kushtu ju vedu s'kallon. E që vedu si pashën atë, ha? Jo për i napë, jo, për o. Po nuk provoj dojnë, jo, që shpajloj që marë. Po dalë në se së vjetë që ta të Interi, në mosën. Jo, e dipse, në më shumë të se një anë. Qofë është në Interi, çdo gjë ka favor. Çdo gjë ka favor. Prandaj shkojnë aty do një shpallur do të thotë. Nga një të rizane. Nuk jam. Ka punë tina. Punoj të mirë, ma rrobën, nuk jam mirë. I Champions League më e premi. Jemi sërish së bashku në studio Champions League. Tashmë më bërë një koment të shkurtër për dy skuadrat e tjera që u kualifikuan për në raundin e 1/8-ave, Leverkusen dhe Newcastle. E nisim direkt me skuadrën e Leverkusenit, në fakt gjermanët që e mbron rezultatin në ndeshjen së parë dhe për të vërtetën e gëzohen maksimalisht kualifikimin për në raundin tjetër. Ka të drejtë të zonë kualifikim, është një kualifikim që i shërben, por që në hartë kohër të 180 minutave, atë që pamë të dy ndeshje, nuk besoj se Olympiakos në aspektin e lojës ishte më dominante se Leverkusen. Leverkusen u treguan se një sidomos në ndeshjen e parë, shfryzoi ato dy raste që ju tham, dhe besoj që ishin të mjaftueshëm për të kualifikuar, sepse në pjesën tjetër unë shoh vështirë që të ecë më tej me pak në performancën që bëri kundër Olympiakos. Për të vazhduar. Avokat, nuk e di për ty, Leverkusen është nga ato skuadra që mund të hapë probleme në e Europës, apo ndoshta ky kualifikim në këtë ishte maksimumi që mund të merrte skuadra gjermane? Shiko, se sot e parë se që vdekin në një shumë të vesë, dhe mund të them që ka një keqarë të bërë një kosë, sepse dhe në kjato, qashtë në tërë të fundit, do të në mbojë. Pjesa tjetër në lojës, Do të dy ndeshje. do të dy ndeshje, po ndeshjen e parë thash, nuk e ndogja pas zhvillimit të ndeshjet në moment shumë vetë, dhe këtë sot sfordon interes në kasën në Karabakh, dhe vazhdimisht kishte përfitimin që në kontrollin e lojës ishte Olympiakos. Nga kjo pikpamje, sporti nuk i ka këto rregulla dhe veta pak cinike në disa momente, por që janë pjesë e sportit dhe të shumërë të bore që si që të gudushtare, nuk është të gjeljet të Liverpoolit, po më duk Liverpoolit një skuadër që dush pas stof për këtë kompeticion dhe për këtë fazë të dinamikë. Mendoj që do jetë një sparring partner në sa një konkurrent. Shameti Newcastle praktikisht bën detyrë në mbrëmjen e sotme edhe në ndeshjen e kthimit ndaj skuadrës së Karabakut dhe domethënë edhe ndryshe nga skuadra e Leverkusenit, Newcastle le të themi shfaqet si një skuadër më konkrete, edhe më shumë e rrezikshme. Jo, patjetër, në shtetin Malk është një performancë jashtëzakonshme, përveç se fitoi ndeshjen në Karabakun në Azerbajxhan, mendoj që e faqen më para që ndeshja e kthimit do ishte më shumë për bekarët që nuk kanë marrë minutat dhe ata shënuan, dy nga atyre shënuan një gol secili. Patjetër për atmosferën e tifozave, besoj që do ta shkojmë Newcastle në një moment të kritik. Ka vënë shenja pozitive në fakt në këtë çelësi, tash të shpresojmë që të shkojmë edhe në vazhdim sepse një skuadra nga Newcastle po ishte si vërtet ka bërë mirë dhe ka disa lojtarë interesantë që zgjodhin për diferencën në ndeshjen e parë në Karabakh.
është edhe një pjesë të tabelës, që është pjesa pak më e lehtë, nuk është ato pjesë ku është Bayerni, është Arsenali, është Manchester City, që është zona më e nxehtë, vërtet. Po është një pjesë që është Barcelona, ndoshta Reali, Atletico, është pak janë skuadra. Janë dhe lidhur. Jo, janë. Më ndoshta jo, po ne kemi pak Arsenali, Bayerni, City, ndoshta janë ajo fasha e parë, pastaj vinë të tjera që janë e mund të përballen me njëra tjetrën. Dhe unë them që Newcastle futet te kjo grup që është konkurrente me Napoli, nuk janë ndeshje barabarta. Vërtet. Lerim, nuk e di e ardhmja e Newcastle-it në Champions League, ku për të ta shohim këtë skuadër? Unë besoj që Newcastle do të janë probleme ekipeve të mëdha, ndërsa të Leverkusen do thoya që gjitha do forcojnë duar për t'i vjen me Leverkusen. Leverkusen nuk është skuadër që t'i përgjigjet të nivelit të këtyre tashmë. Faleminderit për komentet dhe analizën tuaj. Ne sigurisht do të rishihemi sërish nesër për të mësuar edhe 4 skuadrat e tjera që do të bashkohen raundit të 1/8 në UEFA Champions League. Deri nesër, nga unë Eva Morati. Jimmy, do të bëjmë një çep për interesa gjitha. që janë ftohtë, se kanë festina. Po çfarë? Pa po. Nathan, ciao, ciao. Woohoo, so many of you. Okay, as you understand, like the show is over, so everybody is going back home. Hi. And we're closing everything, and don't forget, we're gonna see each other again tomorrow for another beautiful night in the Champions League. We have tomorrow another beautiful Champions League night, so stay tuned. I'm gonna put the live option, of course, here on TikTok. And okay, I'm making a fool out of it. I'm laughing because like everybody wants to leave and close the studio lights. Mwah. Bye, bye, bye. See you tomorrow. Bye.